se ruajnë atë qytetin e vjetër dhe thjesht riparojnë një copë rrugë, prishet ajo tjetra, rregullojnë tjetrën. Në qoftë se e ke vënë në Vjenë për shembull, edhe sikur prishet gjithë pallati fasada nuk lejohet të prishet. Dhe bëjnë shumë mirë sepse ashtu e ruajnë historinë dhe kulturën, traditën. Jo, unë duke parë në Shqipëri që rregullojnë trotuarët, sot trotuarin rregullojnë, dhe javës tjetër e rregullojnë dhe themon për tendera, e bëjnë marrin në një lek. Kështu ishte fiksuar Shqipëri, po dhe në Vjenë bënë një. Kam përshtypjen se atje nuk, shiko, korrupsioni nuk u shpik në Shqipëri. Po, nuk u shpik në Shqipëri, po. Edhe po të thosha kur ikim dhe kalojmë në këto rrugicat e vogla dhe Wolfi thot, këtu kaloja me gjyshen, këtu kam qenë në Kopësht, dhe i thashin të lutem mos më thuaj më. Dhe më pa me çudi që për çao mërzite, i thash, po tash ti nuk mund të tregosh një njeriu, është ajo shpreha në shpinën e varrit nuk përmend litarin. Atëre kur unë jam larg dhe më merr malli për çdo lloj gjëje dhe ti më tregon që unë këtu kam kaluar me gjyshen, aty me gjyshen, e di, ma ke thënë dhe herë tjetër. E pesaj kam. Kështu që sillën Tiranë ti tregosh ku kalove ti me gjyshen. Por gjysha jote pas ka një histori interesante. Atëherë gjysha ime ka jetuar, të dyja gjyshet e mia kanë jetuar në Tepelen. Piles prindrit nga mami e kanë patur shtëpinë brenda në Kala, është shtëpia akoma aty. Por të gjithë jemi larguar, pra është vetëm shtëpia tani. Dhe unë Kalasin njoh çdo cep. Sepse shkoja për pushime. Po. Ato vitet e para derisa fillova shkollën, shkoja shpesh ria disa muaj, pastaj kthesha në Tiranë. Pastaj deri në klasë të 8 po shkoja rregullisht. Klasë 8 pastaj në vit parë lice kuptohet. Ka nevoja të tjera, jo të kisha dëshira të tjera për verën. Po gjithmonë kam shkuar. Isha para 2 vitesh dhe më erdhi shumë keq sepse unë mbaja mend gjithaj bulevardi gjatë ku unë vrapoja dhe mu duke sa e vogël. Kalaja brenda kishin riparuar rrugët, mua më pëlqente ashtu në për gura të ngatrohesha, ndoja rrëzohesha, e bëja gjuhë një copë, po më pëlqente ashtu. Tani e kishin shtruar, okej, ndoshta për turistët më mirë, po për mua kishte humbur atë vlerën e Kalas, fëmirisë time. Dërsa Tirana pastaj ka humbur çdo gjë. Ka fituar të tjera, por ama s'ka lidhje me kohën. Tirana nuk e di, mua më bën përshtypje një gjë, natën, se këto kullat duken bukur në Tiranë, shqyr Zotit ka diell gjithkohon, pjesë më të madhe. Po natën ato kullat janë errësirë, zakonisht në një qytet, krye qytet, pra në një metropolitan, ku ka kulla, sidomos në downtown, ku është pjesa më e madhe e kullave, ke drita dhe në një farë mënyrë është ajo kënaqësia e mbrëmjes që një qytet i qeshur, i ëmbël me drita, këtu janë bosh. Qofsha e gabuar, po nuk i shikoj këto kullat e mëdha me drita, apo? Po, ke drejt ndoshta, s'e di. Është vëzhgimi i një pseudo-austriak që her pas here vjen dhe shikon. Pastaj janë shqitur tek njerëz të cilët nuk i banojnë. Një qytet mirë është të shesë gjithçka, po dhe të banohet. Po patjetër. Në fundit pa zhurmë, s'ka. Por kjo Tirana, të gjithë se njohim në një farë mënyrë, por mua më pëlqen. Më duket sidomos kur e krahasoj për shembull me kryeqytete që dikur ishin në ëndër si Afina, ose shkonim në Shkup, na duke një mrekulli, tani ndjek të kënaqësinë që e kapëm, e morëm. Se di çka kapëm ne, po. Shiko, unë që vi nga jashtë e shikoj që sigurisht që cilësia të paktën infrastruktura ajo e prekshme, ajo e shikueshme është shumë më mirë, pa diskutim që është shumë më mirë. Nuk duhet jetë vetëm ai shkëlqimi i mesit, kuptohet. Ndonjëherë duket sikur është si ato centrot që e heq me plurin dhe vë prap, po ndërkohë shpojnë sa ajo tavolina e vjetër poshtë. Po gjithsesi të paktën atë që shikon syri është e bukur, pa diskutim. Për mua, fakti që unë dëgjoj njerëz që flasin shqip, ulem një lokal, pi një kafe, është lokali që në mëngjes, tek ne nuk shikon lokale me njerëz në mëngjes, domethënë pas dite dhe kjo të llogarisësh nga entja deri të shtunën, se pastaj të dielën qyteti është i heshtur komplet. Çfarë bëjnë dielës? Edhe mua më bëri përshtypje kjo. Ku shkojnë? Kam përshtypjen se përgatiten për të hënën. Flen gjuhë? Jo, nuk flen gjuhë, po duke qenë se dyqanet janë gjitha mbyllura. Austria është shtet katolik, pra të dielën nuk punohet. Dikur kishte në shtetësi, sidomos me fen muslimane, për shembull kishte dyqane turke, kishte dyqane arabe, tani nuk lejohen më ata, pra të gjithë janë të mbyllur. Dielën tije po nuk e bler, po, do shkosh në lokal, do bësh fasting edhe do hash të hënën. Sa mirë. Në fillim më bënte përshtypje sepse thosha kam harruar me blebuk çfarë do bëj, po tani më pëlqen, në fakt më pëlqen sepse në një farë mënyrë kanë njerëzit pak më tepër kohë për njëri tjetrin,
atë ditë kanë që. Po, jo, këtë shikoja edhe unë, që një bicikletë, sa gjëra pikniku, gjërat vogla, më thënë. Atëre, unë një gjë kam vëre në Austri, që pak rëndësi se si është klima, aty bie shi shumë, Vjena ka erën, më thënë Vjena se imagjinon dot pa fryrë erë, njerëzit i ke gjithkohën duke vrapuar, duke dalë me bicikleta, pak fare të ngrihen temperaturat, nuk ecën dot më me makinë sepse duhet bësh kujdes. Bicikletat. Po. Po ato lëvizjet, pikniqet e mua, madje më bëri përshtypje shumë në një moment kur kalova lart te vreshtat, por shikoja që të gjithë ishin pasi që afër me shtëpinë time ke vreshtat. Atë vreshtat më pëlqeu shumë. Tek Hojriget, tek ato lokalet tradicionale. Po shumë bukur, mënyra e të qenit e thjesht, pa pasur nevojë të beton, nuk ka luks, është e vërtet. Që është pa sens, madje atje u griva duke ngrënë patate. Por më pëlqeu, është në të gjithë qenien e thjeshtësisë admirueshme, domethënë. Për mua Vjena është magji. Me të thënë të drejtën, kur pasi mbarova vitin e parë studimeve në New York, mbaruan dhe parat që kisha marrë me vete dhe aplikova në Juilliard dhe e them me shumë krenari që më ofrua një vend pune si mësuese piano sekondare. Okej, nuk ishte ajo që unë kisha studiuar sepse unë mbarova për flaut, por gjithsesi po vazhdoja me muzikën dhe në Juilliard. Sigurisht që mu thye kjo ëndra, sepse bashkëshorti gjeti punë si administratori një shkolle private në San Francisco. Dhe ikët. Por rroga ishte shumë e mirë, plus Kaliforni. Dhe unë aty mbaroj, si me thënë ajo ëndra ime e fitimin të bukur së përditshme nëpërmjet muzikës, le të themi. Pastaj fillova të jepja mësim në shkollën e Waldorfit, kështu që nuk e kisha më primare muzikën. A punove aty? Ardha në Vjenë, mendova që pse latë Amerikan? Mirë ishte. Nuk ishte për ne. Ta them sinqerisht, nuk ishte për ne. Atëherë dhe unë dhe Wolfi kemi atë mënyrë të menduarit që ne punojmë për të jetuar, nuk jetojmë për të punuar. Dhe kur kishim weekende të gjata, ne kemi parë shumë vende në Amerikë, kam përshtypjen se për ato pothuajse 5 vjet që ndonjëm ne, kemi parë vende më tepër se shumë amerikanë që ndonjëherë nuk lëviznin. Kishte shok dhe miq tanë që s'kishin fare pasaport 40-50 vjeç. S'kishin lëvizur ndonjëherë, po. Na mungon të jeta sociale, na mungon të jeta kulturore. Unë isha mësuar me koncerte, Wolfi gjithashtu vite nga Vjena, pra i mungon të ajo jeta e kulturës, e artit, një teatr, duhet shkoje patjetër në një nga qytetet e mëdhaja që të gjej diçka, nuk them që nuk ishte, sepse San Francisco Sinfonika është një nga më të mirat, kuptohet. Ishte kjo jeta, shko në punë, hajde në shtëpi, gatuaj, fli, shko në punë të nesërmen, u kthyem në robot dhe asnjëri prej nesh nuk e pranoi dot këtë lloj jetese. Dhe thatë një moment të dy që e mira është. Dhe menduam që okay, tani mjafton. Megjithatë, pam shumë, e shijuam, e prekëm atë që të dy e kishim dëshirë të shikonim dhe Amerikën. Ishte kollaj për të dy sepse që të studioja filozofi në gjermanisht për mua as që bëj fjalë në momentin që ne u larguam dhe Amerika ishte pika që na bashkoi duke folur të dy anglishten. Përfundimisht jemi të dy evropian. S'do ta ndroj Evropën asnjëherë me asgjë. Biles nuk jam person i dur, kur më pyesën më thot dikush që po ikin në Amerikë, them mos o trim, mos e provo. Megjithatë, secili nga ne ka perspektiva të ndryshme të jetës, varet se çfarë njeriu pret nga jeta, çfarë dëshiron të kapi në jetë. Mua më pëlqen ta shijoj, të punoj dhe ta shijoj. Në Amerika s'të lejon shumë të shijosh. Në Amerika është të kërkon lodhje, përgjegjësia shumë e madhe e punës e çdo lloj gjëje. Është më tepër, kam përshtypjen se në Evropë shtetet janë më sociale, po dhe shtetet vetë janë si them, qeverit janë më të forta, janë më të orientuar për njerëzit. Për shembull, në Vjenë edhe ata që spunojnë janë të siguruar me një pagesë minimale, po janë të siguruar nga shteti. Të gjithë janë nga ana shëndetësore të siguruar. As që bëj fjalë në Amerikë, që në momentin që ti nuk punon, nuk e si ti jesh. Kisha njerëz që i njija që kishin ca letra të vogla si ato tallonat tanë njëre një kohë që shkonin nëpër supermarkete dhe blenë. Okej, sigurisht atë minimale ndoshta e merrnin dhe ata, po jo, Evropa është, për mua është tjetër gjë. Mos e mjaftueshëm. Po. Distancat janë të vogla, njeriu shkon gjithandej. Gjithmonë kam menduar, sepse thoshim pse nuk bëhet e uja si Amerika, po s'ka si të bëhet. Sipas logjikës time, sepse ata kanë shkuar nga diku dhe kanë ndërtuar diçka të gjithë bashkë. Ndërsa këtu është shumë vështirë ti kërkosh dikujt të
të lëri traditat e veta, të harroj gjuhën e vetë, të lëri qoftë edhe atë paran, domethënë emrin e paras që kam patur dhe hajde tani të futemi gjithë me euro. Në Austri flasin akoma me shilinga. Sa shtrenjtë janë për gjërat, kjo do ishte kaq shilinga. Unë se kapa do të kohën e shilingave dhe se kam iden çfarë do thotë kjo shilinga, po. Një gjë tjetër që më bëri përshtypje mua në Vjenë ishte mënyra se si të vëzhgonin nëse ti thyje në një rregull. Qoftë edhe një rregull që ne e thyejmë kështu me qeft madh në Shqipëri, ata kishin shumë kujdes, rinë të shikonin, madje nga dritaret, aty ke te dera, rinë kontrollonin. Thash, shumë si roje të kulturës të rregullave të jetesës në komunitet. E para sepse rriten ashtu që të vegjël. Pra ata që kur janë fëmijë, prindrit i edukojnë me atë lloj rregulli, të cilën prindrit kanë marrë nga prindrit e tyre dhe vazhdohet po e njëjta gjë. Dhe aty ligji dhe rregulli nuk është vetëm në letër, por zbatohet. Dhe zbatohet edhe në sensin që nëse ti do ta shkelësh atëherë ta tregojnë se si nuk duhet ta shkelësh. Për shembull, në momentin që ti kalon tek semafori me të kuqe, paguan 50 euro gjallë. Dhe ti nuk e merr vesh nga të vjen një polic me biçikletë që të përshëndet me buzëqeshje dhe të jep faturë. Të jep faturë. Kështu që duke mos patur dëshirën të paguajnë 50 euro, ata presin sa ata. Dhe automatikisht pasaj i me motor thot ndonjëherë që nuk jam më të mirë se ne dhe këta, se po mos kishin rregull do i gjuar njëri tjetrin me çomanga. Kam përshtypjen se po, sepse janë ndonjëherë shumë agresiv, pasiv agresiv, por janë. Ndoshta mund të të buzëqeshin, po fjala që thonë është shumë e hidhur, ama e di frikën e ligjit, po t'u afroa më shumë se sa duhet, një telefonat policisë dhe... Që ishte kudo, e patukshme, po ishte kudo. Mati kjo më bëri vërtet përshtypje, sepse... Frika ruan vreshtin. Po ata e ruanin haptas fare vreshtin e tyre. Po sepse kanë dhe atë një qikë një streclikun që të kapa që po bën t'i gabim, si guxon që po pëlqen mua kjo, nuk e di pse. Po se i vë njerëzit i edukon, ne flasim ç'është liria, demokracia, po ç'do të thënë kjo? Liria jote mbaron kur prektimen. Kur më fyen, kur më del përpara kështu si pam, para makinës. Shiko, unë mendoj që çfarë do të thotë demokraci, sepse është keq kuptuar fjala demokraci.